Djali Axhës po flet keq për familjen tonë dhe moralin e familjes. Çfarë të bëjmë me të në kalodh? Kjo është shpifje. Shpifjet dënohen rënd në islam. Nëse flet për moralin e tjetrit, shariati thot duhet me e padit te kadiu. Kadiu me marrë dhe me i thonë, a ki argumente zotri se ata janë pa moralshëm? Jo, Allah, s'kam argumente. Hajde zot një jetët dhe të shkopi, shpinës, me knaq mirë dhe aje më shelgojnë ma. Por për dire sa këta nuk e kemi mundësi, atër ne kalojmë të opcioni B. Çka bëjmë? Është mirë me aqullin njëri me thonë, a ki mundësi me më shelgojnë ose me pru fakte? Jo, unë e kështu, unë e knej që ka në marak, shqiptari i pa ndërshëm, çka më batër me bojkotu totalisht. Totalisht me bojkotu. As mos me hy, as mos me dalë me ta, mos me pas punë. Bile nëse mundeni, largoni krejt prej aty në njerëzve, nëse jo vetëm ai, po dhe rrethi aty janë, shkoni shpëtoni veten dikun ku s'ju njeh kërkush. Po thon me zemër të plastra, po e thon. Ka herë hijreti, transferi, ikja për një vendit, është pështem. Nëse janë njerëz të tillë, ikni pi aty. Allahu ju rujt.